sot në panelin e opinionistëve, rikthehet i shumë kërkuari Valdrin Saiti. Mirëmbrëma Valdrin, si a je mirë? Mama, mirë që u gjej, gëzuar festat, faleminderit për ngrohtësinë të cilën e kam përjetuar edhe nga jashtë. Jam shumë i lumtur dhe ju përgëzoj për shikueshmërinë edhe për gjithë dhe uroj gjithë festat. Sonte do t'jesh gjithë shqiptarëve. Sonte do t'jesh me spec apo më i butë? Unë nuk besoj që unë kone dhe erën e kalume me spec, po kam qenë shumë i lumtur që po jetojmë në një epokë ku fuqia e fjalës së vërtet po depërton si fuqia e artit. Dhe unë gjithmonë në jetën time këto dy kum pas pikat forta, fjalën edhe artin, si diçka tjetër s'di me bo. Andaj dhe këtë them të drejtën edhe uroj të gjithë shqiptarët në vitin 2026 që sa ma pak të miren me dramat kota e sa ma shumë të miren me thënien e të vërtetës, sepse vetëm ato na bojnë ma pak hipokrit e me moral ma pak të rrejshëm. Na shirojnë nga ankte dhe gjitha i përshtim që dhe kemi ma shumë triumfim, andaj besoj dhe ju ka pëlqyer. Mirë, faleminderit për këto fjalë mirëdije, Valdrin.